shtat shenja që mund të tregojnë se po i afrohesh kolesterolit të lartë, të cilat shumica e njerëzve i injorojnë. Shikoje deri në fund, e fundit mund të të surprizoj. Numri 7. Vëren njolla të verdha rreth syve ose mbi qepalla. Këto mund të jenë depozitime kolesteroli nën lëkurë. Numri 6. Ndjen shtrëngim në gjoks gjatë aktivitetit fizik. Grumbullimi i pllakave në arterje mund të ulë qarkullimin e gjakut drejt zemrës. Numri 5. Ndjen dhimbje në këmbë gjatë ecjes. Arterjet e ngushtuara mund të kufizojnë qarkullimin e gjakut drejt muskujve. Numri 4. Po shton shpejt dhjam në zonën e barkut. Kolesteroli i lartë shpesh lidhet me grumbullimin e dhjamit viseral. Numri 3. Ndihesh vashti mishti ose i lodhur. Qarkullimi i dobët i gjakut mund të ulë furnizimin me oksigjen në të gjithë trupin. Numri 2. Ndjen pirje ose shpime gjilporash në duar ose këmbë. Qarkullimi i reduktuar gjakut mund të ndikojë me kalimin e kohës në funksionimin e nervave. Numri 1. Tensioni i gjakut qëndron vazhdimisht i gartë. Kolesteroli i lartë mund të kontribuojë në ngurtësimin dhe ngushtimin e